dhe në komunikim të drejt për drejt. Kam kolegun Fatos Salliu për të na dhënë më tepër detaje mbi ngjarjen. Fatos, si kanë shpërthyer flakët e zjarrit në këtë banesë që sapo anonçova, a ka persona të lënduar? Ashtu si që përmendë dhe ju, pikërisht pak çaste më parë një banesë ka shpërthyer në flakë në lagjen në rrugën e Rinia në qytetin e Elbasanit. Është një banesë e vjetër që sipas banorëve të lagjes patën nga interesi fillestar që unë pata me këta banor, shprehen se kjo banesë pjesërisht ishte e banueshme, ndërsa pjesa tjetër ishte e pabanueshme. Gjithsesi, menjëherë pas shpërthimit të flakëve në ngjarje mbritën zjarrfikëset, policia e Elbasanit, e cila normalizoi qarkullimin e automjeteve, po ashtu edhe shërbimi elektrik. Aktualisht po punohet me disa zjarrfikëse për fikjen e zjarrit dhe deri tashmë nuk kemi informacione nëse ka njerëz të lënduar nga shpërthimi i flakëve pra. Megjithatë, aktualisht disa nga efektivat e shërbimit zjarrfikës ndodhen në afërsi të banesës dhe janë duke kontrolluar nëse brenda saj ka pasur apo jo njerëz ose nëse ka apo jo të lënduar. Po punohet me forca të shumta të repartit të zjarrfikës në mënyrë që të fiken flakët, pasi përhapja e flakëve mund të rrezikojë edhe banesat këtu pranë, siç duket edhe pas shpinës time, pasi ndodhen edhe pallate mjaft afër banesës, pa ashtu dhe banesa të tjera të cilët ndodhen në këtë lagje. Fatos, edhe pse ngjarji ka vetëm pak minuta që ka ndodhur, cili mund të jetë shkaku i rënies së zjarrit, të paktën sipas raportimeve të para? Çfarë mund ta ketë shkaktuar? Ende nuk dihet se cilat janë arsyet e shpërthimit të zjarrit, megjithatë aktualisht mendohet se mund të jetë edhe një shëndi elektrike ose një mjet ngrohës i përdorur nga familjarët ose i harruar nga familjarët, edhe për shkak të temperaturave të ulta që kanë përfshirë si Elbasanin dhe mbar vendin. Megjithatë, çështja do të jetë në hetim, pasi edhe një grup hetimor aktualisht ka mbritur në vendngjarje për të përcaktuar shkaqet e këtij zjarri. Siç e nënvizova, forcat e shumta policie kanë bllokuar rrugën në të dy kahet, po normalizojnë trafikun e qarkullimit të automjeteve, pasi rruga Rinia në qytetin e Elbasanit është një ndër rrugët më të frekuentuara, pra si për qarkullimin e automjeteve, pa ashtu edhe për lëvizjen e këmbësorëve. Po ashtu edhe reparti i zjarrfikës ka mbërritur menjëherë me forca të shumta, me disa zjarrfikëse të cilat hedhin vazhdimisht ujë në mënyrë që të administrojnë dhe të fikin flakët. Pra, edhe në këto pamje të drejt për drejta që ne po ndjekim, Fatos, banesa ndodhet pranë edhe një pallati, a ka rrezik? Në fakt, në fazat e para të shpërthimit të flakëve, kur unë ndodhesha në këtë vendngjarje, flakët ishin të konsiderueshme dhe rrezikonin edhe pallatin aty pranë. Megjithatë, ndërhyrja e shpejtë e repartit zjarrfikës duket se po lokalizon dhe po i fik flakët, pra nuk përbën rrezik. Gjithsesi, deri në fikjen përfundimtare të zjarrit nuk mund të themi gjë, pasi nga momenti në moment mund të ketë edhe shpërthime të flakëve, por ashtu siç e nënvizova, po punohet me forca të shumta të repartit zjarrfikës në mënyrë që të administrohen dhe të fiken flakët. E qartë, Fatos, apo të kesh të dhëna të reja, kërkoj menjëherë lidhjen. Të falenderoj.